Jashtë kuvendit të Shqipërisë po zhvillohet një protestë që kundërshton projekt ligjin për barazinë gjinore. Ajo mbështetet edhe nga Partia Demokratike dhe aleantët e saj që thonë se ky ligj lejon gjininë e shumëfisht dhe sipas tyre dëmton familjen. Por Ilir, le të lidhemi tani me Kristi Gongon, e cila ndodhet para parlamentit. Kristi pak më parë ka pasur një reagim edhe nga komisionerja për zgjerimin Marta Kos në lidhje me projekt ligjin që do diskutohet në parlament. Ndërkohë që duam të dimë edhe se si është situata tani para kuvendit. Ilir Genta, mirëmbrëma. Në kuvend pritet të diskutohet projekt ligji për barazinë gjinore që po kundërshtohet jashti nga shoqëria civile, është koalicioni shqiptar për familjen dhe jetën që është mbledhur për herë të dytë gjatë ditës së sotme duke kundërshtuar projekt ligjin që e quan një projekt ligj që dëmton familjen dhe po i bëhet atentat binaritetit, pra duke dalë përtej një gjinie burr dhe grua dhe duke i dhënë hapësirë gjinisë shumëfisht. Por nga ana tjetër kemi dhe reagimin e Bashkimit Evropian. Është komisionerja e zgjerimit e BE-s Marta Kos që ditën e sotme duke u nisur dhe nga një shënjestrimi që kreu i opozitës Sali Berisha bëri gjatë ditës së sotme duke kundërshtuar projekt ligjin dhe duke shënjestruar ambasadorin e Bashkimit Evropian Silvio Gozato duke i përmendur atij prirjen seksuale. Dhe është Marta Kos që e merr në mbrojtje duke promovuar se në fakt barazia gjinore dhe mos diskriminimi nuk është një çështje private e një individi që përfaqëson Bashkimin Evropian, por është një lloj detyrimi që duhet të plotësojë Shqipëria për të bërë pjesë dhe për të integruar në Bashkimin Evropian. Për më tepër në fjalën e saj, teksa shkruan në platformën X, Marta Kos thotë se barazia gjinore dhe mos diskriminimi janë pjesë thelbësore e ligjit të Bashkimit Evropian. Përputhja me këto parime është një pjesë e procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo nuk është një kërkesë private e ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shqipëri dhe çdo sulm ndaj tij është i papranueshëm. Është kjo edhe në fakt gjithë qasja që ka shpalosur ditën e sotme Marta Kos. Nga ana tjetër, i menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i kryeministrit Edi Rama që e quan projekt ligjin e barazisë gjinore një ligj fisnik që duhet ta miratojë Shqipëria duke shpallur në një farë mënyre edhe të gjithë qasjen që do të jetë në momentin e votimit. Pra, projekt ligji i barazisë gjinore pritet të kalojë ditën e sotme dhe do të votohet nga mazhoranca pasi opozita nuk i ka numrat për ta rrëzuar atë në kuvend. Megjithëse ditën e sotme vijon protesta nga koalicioni shqiptar për familjen, siç e shihni janë me pankarta të ndryshme duke deklaruar se ka vetëm 2 gjini dhe nuk duhet lejuar shkatrimi i familjes sipas tyre dhe besojnë dhe luten, kanë qenë thirrje të vazhdueshme drejtuar deputetëve dhe deputeteve të mazhorancës që të ndalojnë miratimin e këtij ligji, por me sa duket qëndrimet e fundit nga Marta Kos dhe nga kryeministri Rama bëjnë të ditur se ky ligj pritet të votohet gjatë mesnatës së mbrëmjes së sotme. Ilir Genta, linja për ju. Kristinet, falenderojmë për informacionet që solle live nga protesta përpara parlamentit.